Kontrollet për sigurinë në institucionet arsimore janë intensifikuar në të gjitha shkollat, në kuadër të masave për garantimin e një mjedisi të sigurt për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Prefektja e Korçës, Florinda Zegullaj, ka bërë me dije se gjatë këtyre kontrolleve, vëmendja është përqendruar në element kyç, si menaxhimi i hyrje-daljeve në shkolla, funksionimi i sistemeve të sigurisë dhe monitorimit, përditësimi i planeve të emergjencës dhe rritja e gatishmërisë për reagim në situata të papritura. Në elementet që janë inspektuar dhe do vazhdojnë të inspektohen, janë kamerat e sigurisë, brenda perimetrit të sigurisë dhe brenda ambienteve të shkollave, sinjalistika rrugore, vertikale dhe horizontale. Kemi prezencë të përfaqësuesve të policisë, të njësive vendore, të IKMT-s, të AKU-s, të gjitha këto janë një sër aktorësh të përfshirë për plotësimin dhe implementimin e paketës, sepse kuptohet që perimetri i sigurisë përfshin edhe sigurinë rrugore. Brenda shkollës shumë e rëndësishme është prezenca e oficerëve të sigurisë. Vlen të theksohet fakti që nga momenti i implementimit të paketës së sigurisë në shkolla është ulur ndjeshëm numri i incidentave dhe incidentave të ndryshme. Këto kontrolle synojnë jo vetëm evidentimin e problematikave, por dhe marrjen e masave konkrete për zgjidhjen e tyre në kohë. Ka akoma shumë punë për të bërë, sepse për fat të keq jo të gjitha shkollat i kemi me kamera sigurie funksionale, jo në të gjitha shkollat ekzistojnë planet e emergjencave, apo jo të gjitha shkollat kanë sinjalistik rrugore të plotësuar. Prandaj puna jonë dhe inspektimet do të vijojnë. Në sugjerimet tona ngelen edhe çështjet e simulimit në fakt, fëmijët e shkollave duhet të përfshihen në situata simulimi, sepse fikset e zjarrit janë po të dimë se ti përdorim ato, të dimë se si të përdorim daljet e emergjencave dhe të jemi të përgatitur për çdo emergjencë të mundshme, sepse rrethanat asnjë nuk mund të parashikohen. Njëkohësisht po verifikohet dhe bashkëpunimi ndërinstitucional, si dhe respektimi i standardeve të sigurisë ushqimore në ambientet përreth shkollave.